Shqipëria ishte si Korea e Veriut e Evropës, ndërsa tani po ecën drejt rrugës së Bashkimit Evropian, sipas kryeministrit Edi Rama, i cili mori pjesë në ceremoninë e hapjes së konferencës aziatike të leadershipit, pjesë e agjendës së vizitës zyrtare në Seul. Përgjatë një kapitulli të dhimbshëm të historisë së saj, Shqipëria ishte Korea e Veriut e Evropës. E megjithatë, sot ajo po ecën në një tjetër rrugë. Një rrugë jo e lehtë, e papërsosur natyrisht, por thelbësisht ndryshe. Një rrugë ndërtimi institucionesh, modernizimi demokratik, një rrugë drejt Bashkimit Evropian. Ne në rrugtimin ton po tregojmë se institucionet demokratike mund të ndërtohen, edhe kur historia thot se është e pamundur, dhe se një vend, dikur kufizuar nga izolimi, mund të përkufizohet nga aspirata. Konferenca Aziatike e Leadershipit është një platformë me ndikim global në shkëmbimin e ideve, forcimin e besimit dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit mes vendeve dhe brezave të ndryshëm. Ndërkohë, agenda e vizitës në Seul përfshin dhe një sër takimesh me drejtues të kompanive më të mëdha koreane, me fokus bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimeve në Shqipëri.